Të pavarur edhe në arrestimin, masën arrestit në Burg të Sali Berishës dhe arrestimin e Ilir Metës? Arrest shtëpi e ndjes. Unë mendoj që në çdo akt që ka ndërmarrë SPAK, po flasim për organen akuzës në këtë moment, ka qenë autonom. Nuk është Nuk ka patur asnjë ndërhyrje politike. Unë mendoj që ka qenë autonom dhe vjen të jetë autonom. Opozita ka thënë që dirigjohet nga Edi Rama. Kjo është politik, por unë mendoj që ky sistem drejtësie, kjo reformë e iniciuar, e imponuar madje nga ndërkombëtarët, ka qenë imponuar, nuk ka pas vullnet politik të brendshëm për të bërë një reformë të thellë të sistemit drejtësisë, u imponua nga ndërkombëtarët dhe ka krijuar një organ akuze dhe një gjykatë speciale autonome. Pra që kanë aftësi të ndërmarrin akte të tilla siç ka ndërmarrë në vitet e fundit. Është një produkt konkret, ka prodhuar rezultate konkrete, e ka afruar Shqipërinë me Bashkimin Evropian dhe tani jemi në një udhkryq, mendoj unë, sepse nëse një pjesë e opozitës, e Partisë Demokratike, e atakon sistemin e drejtësisë, kjo mbetet në, sigur, mendoj që është e gabuar, por mbetet, pa diskutim, unë mendoj që po, por mbetet në kuadrin e retorikës, sepse nuk ka mekanizma në dorë që ta kufizojë veprimin e sistemit drejtësisë. Nuk ka arritur ta bëjë këtë. Ndërsa momentin që mazhoranca, Partia Socialiste, e cila është në pushtet dhe ka numra konsiderueshëm në Kuvendin e Shqipërisë, pra ka një mazhorancë absolute aty, atëherë këtu bëhet e rrezikshme, sepse shikojmë se si ndryshime ligjore të sponsorizuara direkt nga Kryeministri i Shqipërisë, të mbështetura nga Partia Socialiste, me një mazhorancë konsoliduar në Kuvendin e Shqipërisë, e kufizojnë, mund ta kufizojnë dhe do ta kufizojnë hapësirën e veprimit të SPAK ndaj zyrtarëve të lartë. Pra, ka krijuar praktikisht mburoj politike ndaj anëtarëve të kabinetit dhe ndaj vetë pozitës kryeministrit. Mendoni se do ketë një ndërhyrje më të drejtë për drejtë? Mendoj që po. Të vi momenti i miratimit të këtyre ndryshimeve? Mendoj që po. Mendoj që presioni është rritur. Shikoni deklaratat e McAllister, i cili është një peshë e rëndësishme në politikën evropiane, është kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Parlamentin Evropian. Edhe pse ishte i rezervuar në përgjigjet e tij. Jo, ai tha që rasti i zonës Balluk është një test. Po, test për luftën ndaj korrupsionit në Shqipëri. Është një mesazh që mos vijoni në këtë drejtim. Por unë mendoj që nëse mazhoranca do të insistojë dhe do të shkojë drejt miratimit ndryshimeve në kodin penal apo ndërmarr akte të tjera, siç është munduar në shkura me komisionin e posaçëm, nëse e mbani mend, për të luftuar korrupsionin e kështu me radhë, dhe ai ishte një trik. Ishte një hile, për ta thënë më shqip, ishte një hile e cila synonte të kufizonte hapësirën e veprimit të SPAK. Dhe mendoj që faktori ndërkombëtar do të arrisë presionin, do të ashpërsojë gjuhën gjithnjëherë më shumë. Pse? Ka një arsye shumë thjeshtë. Kjo rrezikon investimin e tyre më të madh në 10 vite në Shqipëri, por mbi të gjitha mund të minojë projektin e tyre gjeopolitik për një zgjerim të shpejtë në Ballkanin Perëndimor, sepse Bashkimi Evropian gjendet sanduiç sot që flasë mes